në kohë, dhe në momentin kur unë ju më kandidu për kryeministër, unë ku më kërku për i grupit parlamentar të PDK-s, edhe ma kanë dhonë premtimin e kanë bojt fjallën që Partia Demokratike i ka votu marrëveshjet ndërkombëtare, cilat kanë qenë të blokura për një periudhë kogjatë gjatë kohore. Dhe kjo është fakt. Do thot, unë e di peshen edhe rëndësinë e marrëveshjeve ndërkombëtare, sidomos ato financiare, që kanë edhe përkraje financiare, dhe e di që nevojiten 2/3 e votave, dhe vështirë është me i pas 80 vota në kuvend për mi kalu marrëveshje ndërkombëtare nëse s'ka një bashkëpunim të mirë mrena partive politike në kuvend. Dhe këto e kum dëshmu. Sa i përket çështjes a u reformu Partia Demokratike, une e tha me bindje që është reformu, me plot figura të reja, profesioneve, gjinis, qyteteve ndryshme të Kosovës, ndërsa jam i bindur të njëjtën kohë që vetëvendosja ka nevojë edhe do shkon në opozicië se do të me u reformu. Që është parti e cila nuk është e reformume dhe kryesisht aty vendosin një grup i vogël njerëzve, kryetari edhe disa figura tjera të cilat faktikisht nuk kanë ndonjë rol institucional, po janë me peshë madhe në vendimarrje dhe vendosin edhe për ndërmarrjet publike, vendosin edhe për çështje të caktuara të nderave në energji, edhe plot çështje